këtë segment jam unë dhe Kleo. Do flasim tani për tregun e... Okej, tani do flasim për tregun e kriptos, do flasim për gjendjen teknikale, ku është kripto për momentin, si e shikojmë ne, ku e parashikojmë ne që mund të shkojë javën në vazhdim. Këtu do shikoni disa gjëra që kemi bërë ne vizatime javët e kaluara, të kombinuar me gjëra të reja që unë kam vizatuar dhe me ide që t'ju shpjegoj se si mund të lëvizit çmimi, zonat, strukturat. Bitcoini është i pari që do mullojmë. Në Bitcoin do shikosh që gjatë javës unë kisha pasur 2 zonat të RSI që mund të testoheshin. Ka testuar të 2 zonat, kjo do ishte një zonë që mund të kishte një support. Se ka patur support këtu më para, nuk pati. Tani kemi këtë zonën e 50 të RSI që mund të jetë një zonë supporti ose një zonë, le të themi, ndryshim trendi komplet. Unë kërkoj një support këtu, ke parë blerjen fillestare, dhe kjo blerje mund na çojë deri te një zonë këtu lart te 108. Ritestim. Mund ta quajmë. Edhe pastaj të vendoset. Me aq sa po shikoj unë, tregu mund të bëjë diçka që mund të jetë, le të themi, një mini konsolidim, po që vazhdon që të marrë këtë zonën e 103. Edhe realisht do ta marr për mendimin tim që kemi një fuqi për blerje. Kjo është si support, si zonë Fibonacci, po shikoj unë apo jo. Po, si zonë Fibonacci, ke drejt. Kjo zona... Ashtu duhet jetë. Ja, shikoj... Shikoj. Ku ke zonë Fibonacci. No. Ke dhe këtë zonën tjetër Fibonacci 97, unë kam një zonë tjetër që kam të 100. Tiku të 99 të 100 e ka unë. Këto. Kjo dhe ishin këto 2 zona, 3 zona më poshtë. Dishte mirë që të madhe një nga këto, dhe pasaj të trektoshim një long, një vazhdimsi. Ideja këtu është gjithmonë që a do kemi mundësi të tregtojmë një vazhdimsi deri në 115 apo dhe 110 prap, apo i pëlqejet tregtarëve tani ky tregtim, besoj që po, sepse roja këtu tani është 1 me diku 1 me 3 për të ritestuar 110-ën. 112-ën. Që kam bërë më parë 112. Sigur dhe 1 me 1 mund të realizonin këtu ato tregtarët e fatmesë. Pastaj me idenë që mund të shkojë edhe më lart, edhe të bëjnë 1 me 6. Këtë gjë po mendoj edhe unë. Pastaj prandaj them që edhe tregtarët e tjerë mund ta mendojnë. Mund të bëhet edhe këtë tjetër që është konsolidimi. Kjo konsolidim për i farë kohë, mund të bëjë dhe më të thellë pak në rënje në këtë mënyrë që deri te zona 100. Edhe këtë mund të bëj dhe pastaj të kapi një valë më të mirë dhe na jep një rërë dhe më të mirë për këtë lëvizje për lart. Këtu do ishte më interesante me doon dhe për te zona 90, 99, 97, 100 ishte një zonë më interesante dhe për fondet dhe për institucione për ta blerë dhe për Nikos Strategjin për ta blerë. Kështu që mund bëhet edhe një ulje deri aty. Këto janë themi parashikimet që unë kam. Për momentin unë kam hapur një short ka 107.2.1 diku këtu, jam një short. Tregu po gjen support, mund të kthej shumë shpejt për një long dhe do dalë me profit dhe pastaj të ripozicionohem për long. Shortin e kam hapur më shumë si një hedge. Me idenë që edhe po traktova long, mund ta lej ndoshta deri këtu, ta haj profitin e shortit. Dhe pastaj me idenë që kjo mund të jetë një moment kyç, zona 106 për të rimarrë trendin. Mund ta lej dhe hapur shortin njëkohësisht. Që nuk unë bas asgjë, derisa të marrë një valë serioze në një krah. Tregu.
Do një gjë tjetër për shtu këtu, Kleo? Ke? Ato shikoj dhe unë njëjtën analizë, ndoshta një konsolidim tek një gjë që më pëlqen mua është katërorarëshi që çmimi po konsolidohet te katërorarëshi, ndoshta mund të ka nevojë për një rritje të vogël. Dhe pastaj do kombinimi dur, do të shikojmë si mund të ecë tregu, se janë dhe lajmet e kryesore që do vinë të javë. Që më ndikojnë, punësimi që më ndikojnë dhe varet si do shikojnë investitorët. Por dhe një ullje thellë të 100.000, 101.000 do ishte interesante, do ishte mundësi e mirë për blerë, por dhe kjo zona që është tani, nëse konsolidohet, ne kemi një vazhdimsi. Po. Që të blejet e temi më fuqishëm do ishte zona e 100 ose 97, një nga këto 2-3 zonat këtu. Sepse të bësh më pëlqyer nga investitorët dhe për afat gjatë. Që me i lirë, e blenj këtu, kam potencial për 11-10 ose 11-8. Varet se ku dëshkoj e tempo, që për i bën një all time high. Te javori po gjejmë support, javori tregon shenja që mund të shkojë deri te 100. Është një zonë që edhe po e bëri dhe ishte normale me në strukturave të javorit që është formuar të javori. Këte po shikoj, thash kam hapur një short, këte e kam darë dhe në Telegrami, por më shumë si le temi një blerje fillestare dhe jo le temi totale, se po majtë këte 100 që njemi akoma lënë për vendimin tim. Kjo është unë që ta kuptojnë dëgjuesit, unë në këtë moment unë e lej tregun të bëj punën e vet. Them gjithmonë që kjo për mua është një zonë mean reversion. Paraja për mua është bërë këtu. Kjo zona këtu nuk më intereson fare për momentin, po tregtoj kot për më shumë për qef se sa për tregtim afatnesi. Se nuk ka mënyrë që të vi deri këtu direkt. Do të dalin ca lajme shumë negative. Dhe pora do bëj një blerje se akumulohet Bitcoini, do bëj një blerje në rritje dhe pastaj do hym short prap. Emi që vin deri te 100 rritet dhe hym prap short këtu edhe kapim zonën për një treg totalisht të shkatruar. I bëj që shkojmë për prap të 70 ca, është shkatruar tregu. Dhe këtu fitojmë 27%. Kjo zonë është zonë vendimi për mu, që merr vetë tregu vendimin dhe unë marr animin. A do hy për long, në thyrjet e strukturave këtu, ose do rrita maj shortin akoma hapur me ide që të shkem për short dhe të hap dhe ca shortet e tjera më agresive. Ja tani që po flasim bashkë kemi tregu në rënje, pak si më thellë. Kjo është situata. Kështu që unë më intereson kjo zona dhe këtu nuk ka interesuar fare të blej bottom. Këtu kam pritur themi rimarrje në një animi ose një reverse, një kthim trendi dhe pastaj jam pozicionuar. Te zona 84, 85 jam pozicionuar unë për një long. Kjo është situata. Ose arsye pse unë ndoshta nuk e shikoj shumë të rëndësishme këtë moment këtu. Ulëm dhe Ethereum. Ethereum kemi pasur këtë bearish divergence që mua nuk më ka pëlqyer si gjatë kësaj periudhe dhe kam vizatuar vetë në mënyrë manuale përpara disa javësh, pastaj ka dalur se gjithmonë del pak me vonesë te grafika. Sekond. Dhe po thoj që Ethereum do po mall këtë zonë këtu dhe më pëlqen. Për mendimin tim, do ta marr me patjetër këtë zonë, po që duam ne mos shkatrohet tregu. Këtë zonë mund ta bëjmë edhe pak më thellë deri këtu, po kjo zona më pëlqen për një support. Kleo, ka një zonë më ulët këtu më duhet? Kemi të zona 101,
2100? 2100 ishte zonë për Ethereum që mund t'ishte ai support i fundit, dhe nëse thyesh ajo, pastaj është ajo që theti dhe për Bitcoin që kemi një shkatrim tregu dhe një kthim komplet trendi. Po, sepse Por nuk do shikoj, me këtë forcën që ka tregu Ethereum këtë javë, do të thënë, okay, ka rënë, por jo në ato nivele siç lëvizte më përpara, ka një qëndrueshmëri, ndoshta besueshmëri për investitorët, mund të vijë një val për long, formimi i çmimit tregon që mund të kemi edhe një val për lart në Ethereum më shumë se sa në Bitcoin. po. Kjo më duket është edhe 200 SMA e kjo zona këtu. Të 2700 që. Mos gaboj. Kleo po e verifikon. Se ka më shumë ema të grafika. Kjo është një zonë të 270-200 SMA apo jo? E sekond. Nuk e shoh dot për momentin, po gjithsesi. Nëse unë e di që besoj që nuk po gaboj këtu, është një zonë afër të 200 SMA, po vendoset dhe trendi paga shumë i javor. Një trend shumë i konsiderueshëm, themi. Po, është ajo zonë. Kryje, edhe kjo, prandaj kemi pasur këtë herë lart, herë poshtë, herë lart, herë poshtë. Prandaj unë kam tregtuar vetëm për lart me idenë që po e thyu këtë zonë, kemi një trend afatgjat deri te 4000 ose 3000 ca. Nuk ka dalë kjo lëvizje, do shikojmë ndoshta për ndonjë short në thyrë të kësaj strukture këtu të 2400 deri te 2100. Këtu do ishte supporti final, edhe pastaj mund të bëjmë le të themi një taktik më të mirë deri këtu për 37% e tjera. Mos harroni që ne kemi tregtuar 40% rënje këtu me fitim dhe kemi tregtuar 60% fitim këtu për lart. Ka 1600. Kështu që kemi bërë 100% vetëm te Ethereum këtë vit. Edhe po që nuk kapim rastin për bottom këtu dhe kapim rastin për long, ne jemi akoma plus, mund të majmë edhe 20-30% të tjera, të paktën deri në fundi i vitit. Po mendoj edhe dy valë të tjera do t'i ketë tregu, nuk e di akoma animin qartë, panon pak si më shumë për short për momentin, por unë mendoj që do gjej support. Kjo është situata, supporti është këtu për mua, më i fuqishëm. Te 2100 ose dhe te 2300. Këto dy zona po shikojnë. Si support final, po që thyet. Por momentin më duket okay. Okay, Ethereum këtu, ndonjë altcoins tjetër, apo dalim me kaq për mendoj ona dhe pastaj altcoins të tjera unë edhe i muloj gjatë javës në TikTok kur më pyesni, i muloj edhe te Telegrami. Okay. Kjo ishte pjesa e kriptos, segmenti kriptos që ne bëjmë parashikimin dhe analizën tonë javore. Shumë e qartu që Ethereum mund të shkojë deri te kjo zona 50 të RSI-ja, po thua atë 2300-2100 është shumë i mundshëm dhe pastaj kemi një përmbledhje po bëj shumë shpejt për Bitcoinin. Një ulje që mund të bëj Bitcoini do ishte deri te zona 100 ose 99.000, po që bën ndonjë hije të madhe ose shitje të fuqishme mund të shkojë deri te 97. Po kjo zonë do ishte shkatrim, në kësaj zone ishte shkatrim tregu dhe një ulje ekstreme. Themi bas kësaj vale do të vinte një short deri te 50.000. Po që thyet me vërtet kjo strukturë. Po kemi akoma suporte të mjaftueshme të javori. Ka që ishte segmenti i kriptos, për më shumë mund të shkoni te Telegrami jon dhe të shikoni analizat ditore dhe mund të bëni dhe pyetje aty të chatrumi me personalisht.